ka kohë gjatë që më bën përshtypje fjalori i përshkrimit politik. Në fjalorin që ndodhe edhe në parlament, por edhe në komisione, dhe sidomos nga qeveria, po edhe një pjesë ndërsi, është i tëri propagandë, dhe nuk është fare fjalor politik. Historik, dimension, konsolidim, i paprecedent, horizontal, antipare të politikës që vijnë nga sisteme totalitare. Pra shqipëriarët e komunizmit, ku dinin gjithë recitonin që u arrit plani 100%, 200%, jemi mirë, do shkojmë shumë mirë, ky nuk është fjalim politik. Ky nuk është fjalim esencial. Një rast i paprecedent, Shqipëria është drejt bëhes, do shpërthej, Shqipëria është këmbë graniti përballë atyre. Këto janë terma që vijnë nga diktatura. Fjalimi i mirëfill politik është një fjalim që ne analizojmë. Flasim për shifrat, për elementet, edhe ndjes, po më bën çudi këto janë fjalime që dëgjohen më. Kanë filluar në parlament të recitime. Mendoj që ju jeni qeverinë, do mbroni tezën tuaj, absolutisht po, por me disa argumente. Por që shqiptarët janë kaq të lumtur në këto dimensione, mendoj që demokracia nuk ka nevojë për këto lloj artikulimesh. Dhe të flasim tani për Shqipërinë, që Shqipëria ka luftuar me krimin. Shqipëria është vetëm te krimi mos flasim, se vetë vi nga një qytet që mbuloj që e di mirë, por do thoja edhe kaq nuk po e zgjas me që Zoti Hasani më nderoj që të flisë edhe para kolegëve. Kjo është një lloj kërkese që ne të bëjmë bisedë të realisht politike, sepse nëse ne bëjmë pyetje konkrete dhe marrim përgjigje propagandistike, nuk bëjmë dot më bisedë politike.